Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderojmë Allahun azza wa jall. Salavat dhe selamet ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe vazhdojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Padyshim se mirësia dhe begatia më e madhe e Allahut azza wa jall ndaj njeriu është Islami. Dhurata më e mirë është Islami. Dhe shumë njerëz nuk e hetojnë këtë mirësi dhe begati të Allahut azza wa jall që ka dhuru, që ka bërë musliman dhe të përkushtuar në fenë e tyre. Këta mund me vrejt ata njerëz të cilët në një periudhë kohore të caktuar psojnë dobësim të imanit, kanë dobësim të imanit, ose njerëz të ndryshëm të cilët udhëzohen rrisht në Islam dhe në jetën e tyre të jahiliyetit kanë bërë gjithë çfarë gjunohesh, edhe e kanë di atë ngushtinë e kufrit ose të gjinoheve në zemrat e tyre, ose njerëz të ndryshëm për shembull të cilët në një periudhë ka qenë fetar, pastaj kanë deviju, pastaj janë rikthyer, ata mundën me e ditë edhe me ndi këtë mirësi të Islamit. Prandaj nimeti më i madh i Allahut azza wa jall pra është Islami. Dhe në të kaluamën njerëzit janë ndiku nga prind, nga mësuesit, nga shokët, nga hoxhallarët. Edhe këta janë ndikuesit edhe sot, mirë po ka edhe ndikues të tjerë të cilët ndikojnë edhe më shumë. Sigurisht se njerëz të ndryshëm në rrjetet sociale që njeriu mundet me ndiku pe tyne dhe shumë lehtë mundet me rënë dyshime, bile rreziku për me deviju sot është më i madh se sa herave të kaluara ose se sa në kohërat e kaluara. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thënë se yati ala an-nasi zamanun, do të thonë fi akhir az-zaman, yusbihu ar-rajulu min ummati mu'minan wa yumsi kafiran wa yusbihu kafiran wa yumsi mu'minan. Do të vi në një kohë, do të thonë para ditës së Kiametit, edhe që është prej shenjave të Kiametit, pra konsiderohet që dikush prej ummetit tim thotë do të gdhihet, do të zgjohet në sabah, do të gdhihet, do të reagon mëngjesi, do të jetë besimtar, mirë po do të ngrihet si jo besimtar, edhe kundërta. Kjo tregon domethënë se sa lehtë mund të ndryshojë besimi i dikujt. E mund është me vrejt një njeri periudhë kohore ka fal namaz, mirë po mas një kohë e kalon namazin dhe është ndikuar ndoshta edhe pe dyshimeve të caktuara dhe ka kaluar në kufër, domethënë ka deviju nga rruga e vërtetë. Cilat janë pasojat e humbjes së besimit, sepse dikush mund të thonë po cilat janë ato farë pasoja se nuk është diçka të dikush nuk mundet me kon diçka e madhe edhe që njeriu mos me kon jo besimtar ose me u zbeh besimi i tij. Cilat janë ato pasojat? Përveç pasojave që i ka njeriu, domethënë në ditën e Kiametit, që nëse ka lënë në mosbesim do të jetë përfundimisht në zjarrin e xhehenamit, mirë po këto pasoja janë edhe në këtë botë. Dhe disa prej tyre i përmendëm, sidomos ata njerëz të cilët e kanë përjetuar një periudhë të devijimit, pastaj janë udhëzu, këta e dinë më së miri se çka është mos me pas besim, ose mos me njeriu me koni devijum. Për këtë arsye shkurtimisht do t'i përmendni vetëm 2-3 pika, të cilat na tregojnë se cilat janë pasojat e largimit të besimit, mos qenit besimtar, ose edhe të zbehjes së besimit, në mënyrë që njeriu me pas edhe ato parasysh ato që ata më herët, domethënë me ndijat nimetin e besimit dhe me kompe aty në të cilët frigohet se a do të përfundoj jeta e tij me besim, me fjalën la ilaha illallah apo në diçka tjetër. Prej pasojave të marrjes së imanit, të mos ekzistimit të imanit që reflektohet edhe në jetën e kësaj bote, është jetesa ngushtë dhe e vështirë, që do thonë dikush e përjeton gjoksi i tij është i ngushtë, që ka përshkruar Allahu azza wa jalla në Kur'an, "Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma." Thot Allahu azza wa jalla në surën Taha, thot ai i cili ja kthen shpinën për kutuesit tim, Kur'anit, Islamit, fesë në përgjithësi, ka me pas një jetë të vështirë të kësaj bote, edhe që reflektohet sidomos në ngushtimin e gjoksit, për arsye se
Islam, kur njeriu është musliman dhe është fetar, ai e ka gjoksin e gjerë dhe zgjerohet zemra e tij. Ndërsa në qoftë se nuk është besimtar, atëherë gjoksi i tij është ngushtuar, për arsye se vendi ose burimi i imanit është shpirti dhe ajo ushqimi i shpirtit është nëpërmjet imanit dhe veprat mira dhe dhikrit të Allahut Azza wa Jall, edhe Kur'anit. Në qoftë se nuk i posedon këto, atëherë gjoksi i tij ka me qenë i ngushtë, kështu që ka përshkruar për këto Allah Azza wa Jall. Po edhe në një ajet Kur'anor në surën Al-An'am. Pastaj përhapja e urrëties dhe inatit mes njerëzve. Sidomos kjo mundet me vërejt njeriu tek ata njerëz të cilët e kanë bindjen e dobët në kaderin e Allahut Azza wa Jall. Sepse me pas njeriu bindjen e fortë në kaderin e Allahut Azza wa Jall, nuk ka me pas urrëti as xhelozi edhe as inat ndaj tjetrit. Për arsye se beson se ato që ka dhënë Allahu Azza wa Jall është për urtësisë së Allahut Azza wa Jall dhe për caktimit të Allahut Azza wa Jall. Qoftë në pasuri që ka dhënë dikujt në një pasuri të caktuar, apo famë, autoritet, dije, bukurie kështu me radhë. Dhe ai i cili nuk e ka besimin e kader, nuk e posedon besimin e kader, ose është zbej atij në besimin e kaderin e Allahut Azza wa Jall, atëherë edhe ka me ju pas inatet të tjerëve, edhe ka me urrejt të tjerët, nga se, më thonë, nuk është i pajtimit me kaderin e Allahut Azza wa Jall. Ai sikurse edhe në qoftë se nuk e shpreh me gjuhën e tij, ai sikurse do të thonë se Allah pse ja ka dhënë këtij këtë pasuri ose këtë buhuri ose këtë famë, autoritet e kështu me radhë, sepse ky njeri nuk e meriton këtë. Sikurse do të thonë ky njeri pra nuk është i pajtimit me kaderin e Allahut Azza wa Jall. Po ashtu edhe vetvrasjet e shpeshta, sepse njerëzit të cilët kryejnë vetvrasje nuk janë vetëm nga radhët e njerëzve të varfër, po shpesh ndodhin këto vetvrasje edhe në qytete ose në shtetet të cilat janë që domethënë mirëqenien sociale kanë më të lartën. Pse ndodhin vetvrasje? Pse ndodh vetvrasje? Për arsye se një pjesë e njerëzve domethënë nuk e nin që kanë arrit atë lumturinë e tyre dhe mundohen gjithsesi me arrit këtë lumturi nëpërmjet forma të ndryshme të bërjes së gjinave të ndryshme, po nuk munden dot me arrit këtë lumturi për arsye se lumturia është e cila arrihet përmes besimit në Allahut Azza wa Jall dhe në nënshtrimin ndaj Allahut Azza wa Jall. Kjo është një hyrje. Pastaj një çështje tjetër që do të ndalim në të është pyetja e ndaluar në fe. Përgjigja jo, për arsye se Allahu Azza wa Jall na ka urdhëruar me pyet të zotët e dijes, pra dietarët, për ata të cilët për të cilën nuk e dim. Dhe Allah Azza wa Jalla ka thënë fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Do të thonë njeriu kur ka ndonjë pyetje, duhet me pyet ata të cilët janë kompetent. E kompetent janë dietarët, zotët e dijes, që posedojnë dije. E këtu janë hoxhallarët, dietarët e ndryshëm të cilët posedojnë dije. Pra pyetja nuk është problem, nuk është ndaluar në fe, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith shifaul ayyi as-su'al. Ka thënë shërimi i paditurisë, i ignorancës është me pyet. Dhe Allah Azza wa Jall ka treguar në ajete kuranore të shumta se sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo edhe ehli kitabi, do të thonë i thatë librit, kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për pyetje të ndryshme. Wa yasaluna kani ruh. Kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për çështjen e shpirtit, për realitetin e shpirtit. Dhe Allah Azza wa Jall ka thënë wa yasaluna kani ruh, të pyesin ty për shpirtin. Kulli ruhu min amri rabbi, thuaj se shpirti është çështje që i përket Allahut Azza wa Jall, dija rreth ti edhe realitetet e tij, edhe ato mund të ditë vetëm Allah Azza wa Jall. Pyetjet e shumta, wa yasalunaka anil mahid, wa yasalunaka madha yunfiqun, wa yasalunaka anil yatama. Do të thonë pyetje të ndryshme që kanë ardhur se ose sahabët e pejgamberit alayhis salam e kanë pyet pejgamberin alayhis salam ose që ehlu kitabi ata i thotë librit që banorët që kanë jetuar në Medinë ose edhe të tjerë të cilët kanë ardhur në Medinë e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pyetje të ndryshme. Pra pyetja nuk është e ndaluar, mirë po duhet me ditë ç'është me pyet. Dhe për çfarë çështje me pyet. Mirë po, nëse një muslimanit i ndodh ndonjë dyshim ose ka nevojë për me pyet diçka së pari, duhet me pas fillimisht mendim të mirë për Allahun Azza wa Jall. Dhe e dyta, pastaj mundu me gjetë përgjigjen tek njerëzit kompetent. Do të vjen me lejen Allahut Azza wa Jall trajtimi më i gjerë i kësaj çështje se çka do të veprojë njeriu kur ka ndonjë dyshim ose pyetje që lidhet me Allahun Azza wa Jall ose me fenë e tij në përgjithësi.
Çështja tjetër është a thret Islami në mbylljen e mendjes dhe ndalimin e të menduarit? Përgjigjja është jo. Për arsye se ka ajete të shumta bile, ajete të drejtë për drejta të cilat nxisin për meditim për persijate janë rreth 18 ajeteve, këto janë të drejtë për drejta, ndërsa ajetet e tjera janë të shumta të cilat indirekt nxisin në meditim edhe në të menduarit. Mirë po edhe në fe mendja ka një kufi të caktuar që nuk mundet me të kalu atë kufi, për arsye se nëse të kalon atëherë, ajo do të hynë në një botë tjetër. E sidomos kjo ka të bëjë me çështjet e gajbit. Kjo është një temë që pastaj meriton edhe më trajtuar pak më gjerë. Mirë po, fillimisht, të mendurit është diçka që Allah Azza wa Jall nxit, sidomos në ajetet kozmologjike, edhe ajetet fetare, Allah Azza wa Jall ka nxit që na të meditojmë rreth tyne, të përsëritim rreth tyne. Për këtyne ajeteve, awalam yatafakkaru fi anfusihim, nuk meditojnë ata në vetveten e tyne, edhe ajetet e ndryshme që Allah Azza wa Jall ka përmend, që nuk do të citojmë. Tash vime edhe këtu do të përmendim çështje të ndryshme rreth dyshimeve dhe trajtimit të dyshimeve, shkaqet e dyshimeve, pastaj mekanizmat mbrojtës për dyshimeve, para se me ardha ato dyshime dhe pika e fundit është që kur ka dikush ndonjë dyshim, atëherë si me vepru. Fillimisht çka do të thonë fjala dyshim? Në arabisht e thonë shubha. E fjala shubha në arabisht e ka kuptimin e paraqartësisë dhe ngatrimit të diçkaje. Ngatrimet të vërtetës me të pavërtetën, sepse njerëzit nëse ishin lënë para të pavërtetës, ashtu atëherë kishin me kuptuar se është e pavërtet, një pjesë e madhe njerëzve. Mirë po, zakonisht ata të cilët fusin dyshime, ata janë që e ngatrojnë edhe zbukurojnë të pavërtetën duke e mbështjell me diçka të vërtetë në mënyrë që njerëzve pastaj më observu si e vërtet. Ajo është pra e pavërtet, mirë po, mbështjellet me diçka të vërtetë dhe ju servohet njerëzve. Dhe fjala pra shubha e ka këtë kuptimin gjuhësor në gjuhën arabe. Është ngatrim, pështjellim i diçkaje, e këtu është pështjellimi, ngatrimi i të pavërtetës me të vërtetën në mënyrë që njerëzit ta marrin më lehtë dhe ta përthithin më lehtë. Është edhe një term tjetër që është i ngjashëm, po tek njerëzit ngatrohet këherë, është ai termi vezvese. Për arsye se nëse kuptojmë drejt për shembull se çka është vezvese dhe çka është dyshim, atëherë edhe kemi më lehtë edhe me trajtu njerëzit të cilat kanë kësaj lloj për shembull vezvesesh apo dyshimesh. Se dallon e trajtimi i secilës palë. Vezvesja është mendim ose ndonjë ide që vjen njeriu. E ka kuptimin e peshpëritjes. Peshpëritja që i vjen njeriu mund të ndodhë prej shejtanit ose prej vetvetes së tij. Pra janë disa mendime, janë disa peshpëritje që i vijnë njeriu dhe bën që ai për shembull mos mundi rahat. Mos mundi rahat edhe nganjëherë edhe mos më flajt natën ose më pas frikë për atyne mendimeve, peshpëritjeve të ndryshme. Dhe Allah Azza wa Jall ka thonë në Kur'an: "Wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu." Ne kemi krijuar njeriu dhe e dim se çka i përshpërit atij në vetvetja e tij. Që do të thotë ka një lloj vezvesës që vjen nga vetvetja e njeriu, nga nefsi i tij. Dhe ka një lloj tjetër të vezvesëve që vjen nga shejtani. Thot Allah Azza wa Jall: "Fa waswasa ilayhi shaytan." Shejtani ka përshpërit ati min sharril waswasil khannas, thot Allah Azza wa Jall, edhe kërkojmë mbrojtje nga vezveset e khannas, është shejtani, është përshkruar si khannas. E fjala khannase e ka kuptimin e diçkaja e cila një herë shfaqet pastaj zhduket ose fshehet. Është quajtur kështu shejtani për arsye se shejtani vjen edhe e përshpërit njeriu me ide të ndryshme, me mendime të ndryshme, duke i hudhur atij në vezvese. Po nëse njeriu e kujton Allahun Azza wa Jall dhe përmend Allahun Azza wa Jall, atëherë largohet. Pra largohet edhe yakhnas. Yakhnas do të thonë largohet, fshehet. E sa herë që nuk e përmend Allahun Azza wa Jall, atëherë ai
nxit edhe përfërit njeriu me edhe e bën që me pas vezvese të ndryshme. Këto vezvese të shejtanit mund me qenë në besim, mund me qenë edhe në çështje të ndryshme të adhurimeve, sikurse në çështjet e abdesit, e çështjet e namazit e kështu me radhë. Mi po na jemi duke fol këtu për vezveset në besim ose në çështje të ndryshme të fesë, që kanë të bëjnë domethënë me Allahun azza wa jall, për shembull, ose me profetësin, me pejgamberin e pejgamberit alayhis salam, ose me çështje të ndryshme rreth kaderit e kështu me radhë, për çështjeve të besimit. Dhe njeriu do të më luftu këto vezvese. Njeriu fillimisht nuk merret në përgjegjësi për këto vezvese, mirë po nuk dohet me i toleru që me mbizotru. Ne duhet me luftu, vjen pastaj se çysh me i traktu këto vezvese, mirë po fillimisht, domethënë me tregu se ka dallim vezvesja prej dyshimit. Cili është dallimi? E na përmendëm pak a shumë, mirë po prej dallimeve kryesore është se vezveset janë ato mendime që ose shejtani ose ndoshta edhe vetvete njeriu domethënë i përshpërit atij, po më shumë të që vijnë prej shejtanit, që kanë të bëjnë pra me Allahun azza wa jall ose me fenë e tij ose diçka, domethënë që lidhet me fenë, përgjithësi me profeci ose me kaderin që Allahu azza wa jall që përmendëm më herët. Mirë po këto vezvese njeriu e urren edhe nuk i ka qef. Edhe pastaj edhe mundohet me largu. E mundojnë ato, janë që e mundojnë. Këto vezvese nuk është që atina pra zemra i pushon në ato, më thonë zemra që ato i mbesën në zemrën, që ngulitën në zemrë. Dërsa dyshimet janë të cilat zakonisht njeriu domethënë është i bindur në ato dyshime, ose domethënë ka gjë shumë u bind, nuk janë më vezvese, nuk janë kalojnë pas vezveses edhe bëhen dyshime. Është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili tregon se çush do të më vepruna sa përket vezveseve, ose më unë më thon kështu, se vezveset shejtani, domethënë është mundu edhe me përshpërit edhe me bëz vezvese edhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në çështje të ndryshme të besimit. Dhe ka ardhur hadithi e Abu Hurairës radhiyallahu anhu, thot: "Ja'a nasun min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasaluhu inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bih. Qala aw qad wajadtumuhu? Qala na'am. Qala dhaka sarihul iman." Abu Huraira radhiyallahu anhu transmeton se disa shokë pejgamberit alayhis salam i kanë ardhur pejgamberit alayhis salam dhe i kanë thonë: "Ne gjejmë në vetvete gjëra që ndonjëri prej neve e konsideron shumë të madhe, diçka shumë të madhe, vetëm e folë, lemo dhe mi beso." Atëherë thotë: "A keni gjetë këtë vërtet?" Kanë thonë ata sahabë: "Po." Atëherë kjo dëshmon kjo është imani i sinqert, kjo është imani i pastër, ose imani i sinqert. Gjithë të thotë se nga një herë shejtani ka ardhur edhe tek sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i ka përshpërit atyre me gjëra të ndryshme. Në një transmetim tjetër ka ardhur se i kanë thënë: "Ja Rasulullah, inna la najidu fi anfusina shay'an li an yakuna ahaduna humama ahabba ilayhi min an yatakallama bih." Thot: "O i dërguari i Allahut, ne gjejmë në vetveten tona gjëra të cilat ose ndjejmë ose domethënë që i përshpërit shejtani tek ata, ndjejmë gjëra që më mirë për neve kishte më qenë që më bë diçka i djegur ose i bëm hi pluhën se sa ti thashtë ato." Dhe në një hadith tjetër ose në një transmetim tjetër kanë thonë pejgamberi alayhis salam: "Ma mirë, ma lehtë është për neve që me ra dikush prej neve, prej qiellit, se sa me i shpreh ato mendime që i vijnë prej shejtanit." Pra, këtu vezvese ju kanë ardhur edhe sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë që edhe ju ka thonë pejgamberi alayhis salam se ju i posedoni këto dhe ju rreni, ju vijnë këto mendime dhe ju rreni këto, kjo është dëshmon për imanin e juve të pastër. Në këtë më thonë që vetë vezvesja është iman. Mirë po urrejtja edhe mos pranimi i këtyre dëshmon për imanin e pastër. Për imanin e pastër. Qysh mi trajtu vezveset, para se me ardhë të dyshimet, qysh mi trajtu vezveset. Arsye se kanë një trajtim thash pak më ndryshe. Vezveset kanë një trajtim pak më ndryshe se sa dyshimet. Para forcimi i imanit. Forcimi i imanit. Ka në një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose ngulitja e imanit ose domethënë forcimi i imanit në përgjithësi në shpirt,
Po citoj hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La yazalu an-nasu yatasaaluna hatta yuqal هذا خلق الله هذا الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله." Njerëzit kam me pyetje, se kam me ardh diçka me përshpërit aty nëse këta ka krijuar Allah azza wa jall, këta ka krijuar Allah azza wa jall, derisa te vijë aty në pra shejtani, kuptimi se te vijë aty në shejtani dhe thot kush e ka krijuar Allah azza wa jall, atëherë kush e gjen këta, atëherë le të thot amantu billah, kam besuar në Allah azza wa jall. Domethënë njeriu fillimisht kur të vinë këto vezvese, do të më forcoj imanin e më thonë se bile Hafidh al-Iraqi përmend se do të më ushpreh. Disa prej dietarëve do të thonë kanë thonë se edhe është mirë me shpreh. Për më arsye se më kallëzuar që s'ki vend te jo shejtani ne kanë besuar Allahun azza wa jall, edhe kanë besuar në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, prandaj s'ki vend këto. S'mundesh më përshpëritë me boz vezvese. Po me forcu imanin. E dyta është që me qenë i qetë njeriu, se kur të vinë vezveset, nuk do të thonë që ka dalë pe fesë. Çfarë do vezvese që i vinë njeriu nga ana e shejtanit, që kanë të bëjnë për me Allahun azza wa jalla ose me pejgamberin alayhis salam ose me kaderin ose me gjëra të ndryshme, s'do të thotë kjo që njeriu ka dalë pe fesë. Do të më koni qetë. Do të më koni qetë dhe me rikujtu atë hadithin që përmendëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se këto vezvese ju kanë ardhur, domethënë shejtani ju ka paraqit, i ka përshpërit me këto vezvese, ju ka përshpërit sahabeve dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka treguar se kjo është imani i vërtet, domethënë ajo rrejtja njeriu ndaj këtyre vezvese. Pra njeriu do të më koni i qetë, edhe mos më kon prej atyre të cilët domethënë brengoset shumë. Mundën me brengose, ajo është cytje. Mirë po, prapë do të më ndiej i qetë. E treta është me mbrojt veten njeriu nëpërmjet dhikrave të ndryshme. Për arsye se edhe në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur se kur të vjen dikujt shejtani dhe të thotë këta ka krijuar Allah, këta ka krijuar Allah, këta ka krijuar Allah, pastaj vjen dhe thotë kush e ka krijuar Allah azza wa jall, atëherë fali yasta'idh billahi wal yantahi. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë le të kërkojmë mbrojtjen e Allahut azza wa jall nga kush? Nga shejtani. Le të kërkojmë mbrojtjen e Allahut azza wa jall nga shejtani. Çdo do të thotë shejtani që është përshkruar khannas, i përshpërit njeriu. E nëse njeriu e pranon çfarë vezvese, edhe nuk e përmend Allahun azza wa jall, atëherë mundet me nxon vend ajo vezvese masani më bën një farlloj dyshimi, me të kaluar në dyshim. Mirë, po nëse njeriu kërkon mbrojtjen e Allahut azza wa jall, atëherë ajo largohet nga ai. Me lejen e Allahut azza wa jall largohet. Kur njeriu bën dhikr shumë, edhe kërkon mbrojtjen e Allahut azza wa jall, atëherë Allah azza wa jall ja largon ata. Dhe e katërta është wal yantahi. Nuk do të më marr me atë vezvese ose më thon më ndryshe më angazhu me diçka tjetër. Me shpon këto vezvese duke angazhu me gjëra të tjera. Do thon fillimisht mos më marr me ato vezvese dhe më marr me gjëra të tjera, ose me çështje fizike, ose me edhe çështje mendore intelektuale të ndryshme shkencore, me dhikr, me këto, me milion aty vend shejtani që ai vazhdimisht me syt njeriu, po kur të angazhohet njeriu me gjëra të ndryshme, bile një hoxha atje në Arabi, i cili është marrë shumë me këto probleme të domethënë cytjeve ose me dyshimet, thotë kam pas një rast shumë të rasteve të rëndave të një fene e cila i patën hig edhe asaj në vezveset në akide, në besim. Dhe pat kërku ndihmën e psikologut, pat kërku ndihmën edhe të hoxhallarëve të ndryshëm, po kurrë, dikur i thash se merru me diçka, merru me çështje të ndryshme. Do thonë merru me shkencë, merru me çështje intelektuale që mos milon vetes hapësirë boshe edhe kohë të lirë. Edhe tha shumë shpejt ju kanë larguar ato vezvese për arsye se u angazhu me diçka tjetër. Është angazhu me diçka tjetër. Pra këto janë ato etapat që çysh duhet me vepru njeriu në raste kur ka vezvese. Mirë, po kjo vlen vetëm për ata njerëz të cilët kanë vezvese, nuk vlen për ata njerëz të cilët kanë dyshime. Pra ata të cilët kanë vezvese, të cilat i mundojnë këto vezvese, kështu duhet me vepru. Mirë, po njerëzit e ndryshëm të cilët kanë lexuar diçka, kanë dëgjuar diçka, pastaj kanë ndiku kjo dhe është bë tek ai
një dyshim që ka hyrë në zemrën e tyre, atëherë trajtimi është pak më ndryshe. Trajtimi i tyre do të jetë më vonë, që do të përmendim më vonë me lejen e Allahut Azza wa Jall. Cilat janë shkaqet që çojnë drejt dyshimeve, Ka shumë shkaqe. Mirë po, ajo që është më e rëndësishme është se nganjëherë duke kuptuar këto shkaqe edhe kuptohet edhe trajtimi i atyne, sa është vezvese, a është diçka që ka të bëjë me çështje psikologjike, psikike të njeriut, që ajo paraqet si dyshim, anë vërtet është mbështjellës me ato, është paraqitur si dyshim, anë vërtet ka problemin dikon tjetër. Në shkaqet më të rëndësishme është e para për tyne mahnitja me qytetërimin dominues. Qytetërimi dominues sot është qytetërimi perëndimor. Edhe shumë për njerëzve, qoftë në botën arabe, qoftë edhe tek ne, domethënë janë të mahnitur me qytetërimin dominues, sidomos me çështje të arritura teknologjike. Pastaj kjo shkakton që mi pranu nga qytetërimi dominues gjë që është nga ai, pa më parasysh se është e mirë apo e keqe. Dhe këtu mbasane më paraqit si vlera morale, ose vlera të qytetërimit. Dhe domethënë kjo është një problematike që njerëzit e ndryshëm mahniten me çështje me të arritura teknologjike të ndryshme dhe pastaj e pranojnë kulturën dominuese me të gjitha të mirat dhe të këqijat e saj. Dhe admirimi i fuqishëm është një dukuri e njoftën në natyrën njerëzore. Edhe ka përmend këta Ibn Khalduni rahimahullah që domethënë influenca që bën dominuesi tek i dominuari. Edhe kjo ka qenë edhe më herët. Çdo herë kur dikush është më dominues me kulturën e vet, me çështje të ndryshme, atëherë i dominuari është që ndikohet shumë pe i dominuesit. Është një fjalë e tij, po e mirë po nuk do ta citoj. E dyta, shkaku i dytë është prirja për rebelim. Tek disa njerëz është ajo prirje për rebelim ndaj çdo gjëje. Ndaj çdo morali, ndaj çdo zakoni që ka qenë në një vend, zakone të mirë, i cili ndoshta ka burimin tek Islami. Pra prirja për rebelim prej disa për njerëzve. Nuk mundën me përballu këto të cilat janë në shoqëri dhe rebelohen, saqë kjo ndikon që edhe më rebelu ndaj Allahut Azza wa Jall, na'udhu billah. Çështja e tretë ose shkaku i tretë është shkaqet psikologjike. Shpeshherë gjejmë për njerëzve të cilët janë ndikuar nga dyshimi, ndoshta edhe kanë kaluar ato që më bë ateista ose njerëz jo besimtar. Problemi i tyre kryesor, nëse e vëzhgojmë edhe e meditojmë, ka qenë diçka që lidhet me psikologji, jo që lidhet me diçka që ka qenë ai dyshim real. Për shembull, disa prej njerëzve kanë problem në një periudhë caktuar, kanë pas problem me çështjen e ekzistimit të sherrit. Dhe përmendë për shembull se njëna prej aty në shkaqeve pse Darwini është bo deist ose më thon ateist. Thu disa deist, dikush thon më vonë është bo ateist. Shkaku pse Darwini se fillimisht kur e ka shkruar librin e tij për origjinën e llojeve, nuk ka qenë deist ose ateist. Mirë po, ma vonë është bo. Shkaku konë se i pat vdek një djallë dhe ai pastaj ka pas problem këta ekzistimit të sherrit, pse ka vdekë një moshë të re, pse Zoti me ja marr atë, domethënë jetën këtina, ky s'ka bëu kurrë, kështu më radh. Do të thotë problemi ka qenë ekzistimi i sherrit. Po edhe kështu, nëse i vrejmë disa njerëz të tjerë të cilët paraqiten si agnostik ose ateista ose kalon pastaj edhe tek më bë njeriu islamofil edhe kundërshtar i rraptë i islamit, e gjejmë se problemi kon psikologjik. Një prej dietarëve thotë një herë diskutova me një person, edhe ai parashtroi një pyetje të ndryshme, unë tha ju përgjigja aty në pyetje se ishin pyetje të sekta. Si shinkon diçka që meriton më marrë me to, po ai mi parashtroi. Dhe e pyetja për jetën edhe familjen e tij. Edhe tha kur e përmenda babën, ja nisi, më tha në fund mos ma përmend atë njerëj, sepse kishte bë baba e tij në zullum. Dhe ky kishte qenë ai problemi i tij. Domethënë fillimi i problemit të tij apo me babën e tij. Dhe pastaj ka kaluar në paraqit si njeriu i cili domethënë ka probleme me islamin, në kështu me radhë derisa ka kaluar në ateizëm. Kur të sheh pak më
thellë e gjen se problemi nuk është diçka e madhe, mirë po është problem psikologjik më shumë se sa që është problem që intelektual, e thonë ashtu. Shkaku i katërt janë epshet, shahuat që e thonë, epshet e ndryshme. Pse epshet mundën me kon shkaktar të dyshimeve? Nga dy aspekte. Aspekti i parë se njeriu kur bën gjunohe të shumta, atëherë i zbehet besimi. I zbehet imani, paksohet imani. Dhe dihet se ka ardhur edhe në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se sa herë njeriu që e bën një mëkat, një gjuna, atëra i vendoset Allah azza wa jall ja bën një pikë të zezë në zemrën e tij. Nëse pendohet, atëherë përsëri largohet kjo pikë e zezë, kjo njollë e zezë. Dhe nëse vazhdon në bërjen e gjinohet ose gjinove të ndryshme, atëherë shtohen këto pikat e zeza derisa ta mbulojnë zemrën dhe derisa të kalon ato që quhet erran. Erran do të thonë pastaj me kon kella bel rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, mbules e zemrës. Diçka zemra mbulohet pe gjinove dhe pastaj mundet më vulos. Dhe pastaj mos me dëbërtu udhëzimi tek ai. Do të thonë për këtë arsye edhe disa prej atyre selefi kanë thënë el maasi baridul kufr. Do të thonë gjinohat janë rrugë të cilat çojnë drejt kufrit. Për arsye se duke bërë shumë gjinohe, njeriu më arrit në kufër. Këtu do të më sharu diçka se mundet me kuptuar që sepse për besimit të Ehlusunnetit është gjinohat nuk janë kufër, nuk bojnë që njeriu më bëj kafir për shkak të gjinohave. Kjo është besimi i Ehlusunnetit. E zbehin imanin, e paksojnë imanin, mirë po nuk bojnë që njeriu me dal për fesë. Mirë po gjinohat e shumta, pastaj mundën dal ngadal Allah azza wa jall pastaj edhe më ambulu zemrën dhe më avulu zemrën edhe pastaj mos më dëpërtu në atë zemër, udhëzimi i Allahut azza wa jall. Është edhe një aspekt tjetër pse gjinohat çojnë deri në dyshim. Ai është aspekti se njeriu kur bën ndonjë gjuna, në vetveten e tij është një që quhet brejtja e ndërgjegjes. Brejtja e ndërgjegjes. Njeriu e nin veten fajtor, edhe pse ka bërë gjuna. Dhe dikush kur don më u largu, edhe mos më ni atë brejtjen e ndërgjegjes, atëherë kalon në ateizëm edhe thotë nuk kam problem me këtë pikë. Edhe njëri tregon një shembull, thotë që ka ndodhur një shejh atje, thotë ishte një djalosh i ri i cili vinte vazhdimisht në xhami dhe ishte fetar. Mas një kohë thotë devijoi. Dhe devijumi i tij u shtu derisa u bë një prej ateistëve. Edhe nona thotë ti na më kontaktoi, më tha a mundesh me fol me djalin tëm se ndoshta kthehet. Tha e pyeta vllaun e tij, më tha se ky nuk është domethënë devijimi i tij nuk është diçka që ka lidhur aq shumë me çështje intelektuale. Mirë po më shumë me çështje ndërgjegje. Thotë kur sa herë që thirrte ezani, ky e ndite veten i kujtet ato kohët e mira që i ka pas kur u kon fetar. Edhe shejtani erdhi dhe tha nëse dëshiron me largu këtë brejtje të ndërgjegjes, atë bën ateist edhe shpëton për kësaj. Për këtë arsye thotë u bë njëri ateist. Do të thonë sa herë që ka thirrë zonë atina ju ka kujtuar ajo periudha e mirë e tij. Periudha kur ka qenë besimtare, fetare, që ka përjetu iman. Kjo është, domethënë kjo është shkaku i katërt, shkaku i pestë është se njerëzit e ndryshëm kanë metoda të dobta të lumtumit apo të verifikimit. Dhe shpesh herë vijnë prej e dyshimeve të ndryshme pa bën një verifikim shumë të lehtë. Që nganjëherë veç dikush ja hudh ndonjë dyshim, edhe bosh shkak ai dyshimit depërtuar në zemrën e tij. Pak me verifiku edhe me shtin filtra i bën që mos, domethënë me u refuzu, do të më refuzu ai dyshim ose ajo fjalë që tjetër kush e ka parashtuar se ka dëgjuar pe tjetër kujna. Dhe ai kur dikush ja hudh ndonjë dyshim ose ja flet ndonjë fjalë rreth islamit, nëse nuk e din përgjigjen, do të thonë që nuk ka përgjigje për ta. Po mjafton vetëm ato ajo minimale e verifikimit. Pas pari që a ka argument, e dyta është argumenti i saktë, e treta është argumentohet me atë argument për çështjen e fjalë.
Nëse është njeriu çdo fjalë apo mendim që vjen për në këta filtra, atëherë shumë lehtë kam i refuzuar shumë për dyshimeve dhe nuk kam menzuar vend ato dyshime. Pra, njerëzit janë mësuar me përthithë dhe me çdo gjë që ka dëgjojnë, pa e verifikuar. Domethënë, nëse njeriu i posedon këto farë metodat, bile edhe minimale të verifikimit, atëherë nuk kishte me ndiku tek ai dyshim. Çështja tjetër ose shkaku tjetër është bindja e dobët. Bindja e dobët, shumë për njerëzve të cilët janë fetar ose domethënë falen, ata e kanë bindjen e dobët edhe nuk kanë kujdes për me mësu akiden, për me mësu besimin e tyre, për mësu fenë përgjithësi, sidomos çështjet e besimit. Është një fjalë Ibn Taymiyes, i cili tregon për masën e gjan. Sheikhul Islam e ka një fjalë, thotë fa'ammatu an-nas idha aslamu ba'da kufrin aw wulidu 'ala al-islam wa iltazamu shara'i'ahu wa kanu min ahli at-ta'ah lillahi wa rasulihi fa hum muslimun wa ma'ahum iman mujmal. ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولو شككوا لشكوا وليسوا كفارا ولا منافقين بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. Thot masa e thjeshtë e njerëzve, masa e gjerë e njerëzve, njerëzit e thjeshtë, kur bëhen musliman, pasi që kanë qenë pabesimtar, pasi që nuk kanë qenë musliman, ose janë linë në islam, dhe pastaj i përmbahen unave të Allahut Azza wa Jall, edhe që i bindën Allahut Azza wa Jall, këta thot janë besimtar në Allahun edhe pejgamberin alayhis salam edhe kanë një iman të përgjithshëm. Mirë po futja e realitetit të imanit në zemrat e tyre ndodh pak nga dal. Nëse Allah Azza wa Jall ju jap këto. Megjithatë shumë njerëz nuk arrin të bindja e plot. Sikur të bëshin thotë shënjesër e dyshimeve, ata do të dyshonin. Nuk janë thotë as pabesimtar, as hipokrit, vetëm se thotë nuk posedojnë pe detyrisë dhe pe detyrisë së zemrës, njohje se Allah Azza wa Jall, bindjes në Allah Azza wa Jall, pra çka do ta largonte me dyshin edhe dyshimin. Ata nuk kanë dashurinë e fuqishme ndaj Allahut Azza wa Jall dhe ndaj të dërguarit të tij, të cilës do të japnin përparësi para familjes e pasurisë. Nëse këta kursehen prej sprovimit, prej fitnes edhe prej dyshimeve dhe vdesin, thotë futen në xhenet. Nëse sprovohen me diçka që ju sjell dyshime, që ju shkakton dyshime, ata të cilët e shkaktojnë luhatin e tyre, nëse Allahu Azza wa Jall nuk i begaton me largimin e këtyre dyshimeve, atëherë këta janë dyshues, ka më mbet dyshues. Përndryshe, domethënë Allahu nëse begaton, atëherë i largohet pra ky dyshim. Dhe pra kjo është një fjalë e Ibn Taymiyes që tregon se një pjesë e madhe e njerëzve posedojnë iman të dobët, posedojnë bindje të dobët, për arsye se nuk i kanë studiuar me çështjet e besimit, nuk i dinë shumë çështjet e besimit. Këta nëse nuk vjen dikush edhe më përzi çështjet e tyre dhe më fut dyshime, ata vdesin si muslimanë, kanë atë imanin përgjithshëm. Mirë, por nëse vjen dikush edhe i luhat pe besimit të tyre, atëherë i bën që ata me dal për imanit edhe më bo jo besimtar. Ka edhe çështje shkaqe të ndryshme, sikur se rrjetet sociale edhe filmat e romanit, po do të trajtojmë me lejen Allahu Azza wa Jall këto në një formë tjetër në dersën e dytë. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.